është drita që mundi natë, Jezu Krishti është drita jo. Jezu Krishti është drita jo. Me shpirtin tënd, o Zot, është mbushur toka, është mbushur toka. Bekoj e Zotin shpirtin, o sa i madh je ti, o Zot, janë t'pafundme dhe të ndritshme t'gjitha veprat e tua, e t'gjitha krijesat e tua. Me shpirtin tënd, o Zot, është mbushur toka, është mbushur toka. Ja të dashur dëgjues, para se ta përmbyllim katekezën tonë, dua që disa prej gjërave që i kemi thënë ti kthejmë në pyetje shumë konkrete, sepse shpesh teologjinë e kuptojmë mirë në teori, por pyetja është çfarë bëj nesër në mëngjes? Çfarë bëj kur nuk kam dëshirë të lutem? Çfarë bëj kur mendja ik gjatë rozarës? Çfarë bëj kur hyj duket sikur hesht? Si të dalloj një frymëzim të shpirtit shenjtë nga një mendimimi? Le ti marrim disa prej këtyre pyetjeve një nga një. A është mëkat nëse nuk kam dëshirë të lutem? Jo. Vetë mungesa e dëshirës nuk është mëkat. Duhet të dallojmë gjithmonë ndjenjen nga vendimi i vullnetit. Nuk i zgjedhim gjitha ndjenjat tona. Mund të zgjohem mëngjes dhe të mos kem as pak dëshirë për lutje. Mund të jem i lodhur, mund të jem thatësi shpirtërore, mund të kem shumë shqetësime, këto në vetvete nuk janë mëkat. Pyetja morale është: çfarë bëj unë me këtë mungesë dëshire? Nëse them me që nuk kam dëshirë, atëherë hyj nuk ka vend jetën time, kemi një problem tjetër. Por nëse them, o Zot, sot nuk kam dëshirë, por po vi te ti gjithsesi, kjo mund të jetë një lutje jashtëzakonisht e çmuar, sepse atë ditë nuk jam duke u lutur për shkak të kënaqësisë që marr nga lutja, por lutem nga besnikëria. Dhe dashuria e pjekur është besnike edhe kur ndjenja mungon. Prandaj, në ditët kur nuk kemi dëshirë, mund të lutemi fare thjesht: Eja, Shpirti i Shenjtë, ma jep dëshirën për të lutur. Dhe nëse nuk e kemi as atë dëshirë, ma jep dëshirën që të dëshiroj të lutem. Edhe aty mund të filloj hiri. E dyta, a ka vlerë lutja kur nuk ndjej asgjë? Po, dhe kjo është shumë e rëndësishme, vlera e lutjes nuk matet me intensitetin e emocioneve tona. Ka raste kur hyj na jep ngushëllim, t'jem paqe, gëzim, afërsi, ndonjëherë na vin lot, por ka dhe periudha kur lutja duket e thatë, nuk ndjejmë asgjë dhe mund të mendojmë hyj është larg. Jo domosdoshmërisht. Dhe duhet të kujtojmë se besimi nuk është ndjenjë. Besimi është edhe kur nuk të ndjej, besoj se ti je këtu. Mendojeni Jezu Krishtin kryq: hyj im, përse hoqe dorë prej meje. Dhe megjithatë pak më vonë, o atë, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim. Pra, edhe në errësirë mbetet marrëdhënia, o atë. Nganjëherë, pikërisht lutja pa ngushëllim është shkollë e besimit të pastër. Pyetja e tretë: çfarë të bëj kur shpërqendrohem gjatë lutjes? Kjo është ndoshta pyetja më e zakonshme
filloj rozaren dhe në misterin e dytë jam duke menduar çfarë duhet bëj nesër. Jam në mesh dhe papritur e kuptoj se për disa minuta kam qenë duke menduar për një problem krejt tjetër. Çfarë të bëj? Kthehu. Kaq. Mos u zemro tepër me veten. Mos thuaj gjithçka u prish. Kthehu. Nëse pas 2 minutash shpërqendrohesh përsëri, kthehu përsëri. Nëse duhet ta bësh 20 herë, bëje 20 herë. Sepse çdo kthim mund të bëhet një akt dashurie. Jezus, mendja ime iku, por po kthehem te ti. Madje, nganjëherë shpërqendrimi mund të shndërrohet në lutje. Të erdhi ndërmend një person, lutu për të. Të erdhi një problem, thuaj, o Zot, po ta dorëzoj. Të erdhi një frikë, thuaj, Jezus, unë besoj në ty. Në këtë mënyrë, edhe ajo që na shpërqendron mund bëhet material, temë për lutje. Pyetja 4. A është më e mirë lutja spontane apo lutja me formula e formuluar? Përgjigjja katolike është shumë e bukur. Të dyja kanë vendin e tyre. Nuk kemi pse t'i vendosim kundër njëra tjetrës. Lutja spontane është e çmuar. Flitni hyjit me fjalë tuaja, thuajeni çfarë keni në zemër, por lutja edhe ato lutjet që i marrim nga shkrimi i shenjtë, Bibla dhe tradita e kishës janë gjithashtu një thesar i jashtëzakonshëm. Aty ynë, falimi Mari, lavdiatit, psalmet, rozaria, liturgjia e orëve, lutjet e meshës, nganjëherë fjalët e mia janë të varfra dhe atëherë kisha më jep fjalë. Madje lutja më e thellë që e kemi nuk është shpikur nga ne, aty ynë na është dhënë nga vetë Jezusi. Prandaj nuk është pyetja formula apo spontaniteti, por a është zemra ime e pranishme në atë që po them? Pyetja 5. A mund të lutem vetëm në heshtje? Po. Ne kemi shumë nevojë ta rizbulojmë këtë. Nganjëherë kemi përshtypjen se nëse nuk flasim, nuk po lutemi. Por lutja nuk është vetëm me fol me Zotin, është edhe me dëgju, me sodit, domethënë me kundru, me meditu, me qëndru me të. Në adhurimin me shëjtrueshmin sakrament mund vinë një moment kur nuk kemi më asgjë për të thënë. Mos u frikësoni nga ai moment. Qëndroni. Mund thoni vetëm Jezus, ja ku jam. Dhe pastaj heshni, sepse miqësia e vërtet arrin në atë pikë ku dy njerëz nuk ka nevojë ta mbushin çdo sekond me fjalë. Pyetja e 6. Si ta dalloj zërin e shpirtit shenjtë nga mendimet e mia? Kjo është një pyetje më delikate, spari. Mos ta quajmë automatikisht çdo mendim zëri i shpirtit shenjtë. Duhet dallimi i shpirtrave, shqyrtimi se prej cilit shpirt vjen, shpirtit mirë apo shpirtit keq. Por kemi disa kritere, pra, pyete veten, a është kjo në përputhje me fjalën e Zotit? Shpirti i shenjtë nuk e kundërshton shkrimin shenjtë. A është në përputhje me mësimin e Krishtit dhe të kishës? Shpirti i shenjtë nuk më frymëzon diçka që është moralisht e keqe. A më çon drejt Krishtit? Jezusi thot për shpirtin, ai do të më lavdroj. A prodhon frytet mira, dashuri, paqe, durim, mirësi, besnikëri, përvujtëri. A më bën më të përvujt apo më krenar? Nëse një frymëzim më bën të mendoj unë jam më i shenjtë se të gjithë, duhet shumë kujdes. Drejtimi themelor i veprimit shpirtit shenjtë është zbulimi dhe lavdrimi i Krishtit. Dhe për vendime të rëndësishme shpirtërore është shumë e dobishme edhe këshilla e një rrëfyesi ose udhëheci shpirtëror të pjekur. Pyetja e 7, pse hyi nuk ma jep gjithmonë ato që kërkoj? Kjo është një nga pyetjet më të dhimbshme sepse ka lutje që i bëjmë me lot, për një çmur, për një martesë, për një fëmijë, për një situatë shumë të vështirë dhe nganjëherë nuk ndodh ajo që kemi kërkuar, atëherë mund të themi përse o Zot. Nuk duhet të japim përgjigje të lehta para misterit vujtjes, por e dim këtë. Hyi nuk është një makinë automatike ku fusim lutjen dhe marrim rezultatin që kemi zgjedhur. Ai është atë.
Dhe Jezusi na mëson në Getseman, jo çka dua unë, por çka do ti. Kjo nuk është dorëzim fatalist. Është besim. O atë, unë nuk po të kërkoj me gjithë zemër këtë gjë, por besoj se ti sheh atë që unë nuk shoh. Shpirti Shenjtë na ndihmon pikërisht këtu, të lutemi në harmoni me vullnetin e hyjit. E pyetja e 8 është, a duhet të lutemi kur jam në mëkat? Po. Madje atëherë ka edhe më shumë nevojë, ke më shumë nevojë të kthehesh. Te hyji. Një nga tundimet më të rrezikshme pas mëkatit është tani nuk mund të lutem. Jam i padenj. Spari duhet ta rregulloj veten dhe pastaj do të kthehem te hyji. Jo, kjo është sikur një i smur thoshte spari duhet të shërohem dhe pastaj të shkoj te mjeku. Nëse ke mëkatuar, kthehu. Thuaj, o Zot, kam katuar, ki mëshirë për mua. Dhe kur bëhet fjalë për mëkat të rënd, kërkoje pajtimin me hyjin përmes sakramentit të rrëfimit. Mos lejo që turpi me të largu nga mëshira. Turpi që na çon në pendim mund të jetë i dobishëm, turpi që na thot ik nga hyji nuk na çon drejt shërimit. Pyetja e 9, çfarë ndodh kur lutem prej vitesh për të njëjtën gjë? Mos mendoni se hyji është lodhur duke ju dëgjuar. Jezusi vetë na mëson qëndrueshmërinë në lutje. Por gjatë viteve mund të ndodhë diçka interesante. Fillimisht lutem, o Zot, ndryshoje këtë situatë. Pas një kohe, o Zot, më jep forcë ta përballoj këtë situatë. Më vonë, o Zot, më trego çfarë dëshiron të bësh në mua përmes kësaj situate. Në shihni? Do shta situata nuk ka ndryshuar ende, por lutësi ka filluar me ndryshu. Dhe kjo na çon përsëri te ajo që tham, Shpirti i Shenjtë nuk vepron vetëm mbi rrethana tona, ai vepron në ne. Pyetja e 10, si mund ta di nëse lutja ime po jep fryt? Mos e mat vetëm me ndjenja, shikoje jetën, pyete veten, apo bëhem më i dashur? Apo fal më lehtë? A jam më i durueshëm? A jam më i ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve? Apo largohem nga mëkati? A kam më shumë dëshirë për Eukaristin? Apo bëhem më i përvojt? A jam më i gatshëm me bë vullnetin e hyjit? Këto janë shenjat shumë më të sigurta se sa emocionet, sepse fryti përfundimtar i lutjes nuk është ndjeva shumë, por po bëhem më shumë si Krishti. E duke qëndruar me Jezusin në lutje, Shpirti i Shenjtë vepron gradualisht në zemër dhe e shndron njeriu sipas shëmbëltyrës së Krishtit. Pra, me pak fjalë të dashur dëgjues, nëse sot do të mbani mend vetëm 6 fjalë, mbani mend këto: thirrje, dëshirë, fjalë, forcë, Jezus, shndrim. Shpirti i Shenjtë na thret në lutje. Shpirti i Shenjtë zgjon dëshirën për lutje. Shpirti i Shenjtë më ndihmon kur më mungojnë fjalët. Shpirti i Shenjtë më jep forcën të qëndroj. Shpirti i Shenjtë më drejton shikimin te Jezusi dhe Shpirti i Shenjtë më shndron sipas shëmbëltyrës së Krishtit. Kjo është rruga, dhe ndoshta dikush që na dëgjon sot mendon, por jeta ime e lutjes është shumë e dobët. Mos filloni nesër me premtime të mëdha. Mos thoni prej nesër do të lutem 2 orë çdo ditë. Filloni me besnikëri, 10 minuta, por 10 minuta të vërteta. Lëreni telefonin, bëheni shenjën e kryqit dhe thoni eja Shpirti i Shenjtë. Lexoni disa vargje nga Ungjilli, flitni Jezusit, qëndroni pak në heshtje dhe përfundojeni aty ynë. Bëheni nesër, pastaj pas nesër dhe përsëri ditën tjetër. Mos kërkoni me njëherë përvoja të jashtëzakonshme, kërkoni besnikëri, sepse jeta shpirtërore nuk ndërtohet zakonisht nga disa momente spektakolare. Ndërtohet nga shumë
po të vogla që i themi hyj çdo ditë. Tani, të dashur dëgjues, aty ku jeni, nëse keni mundësi, le të krijojmë për pak çaste heshtjeje. Do shta sot nuk duhet t'i themi shumë gjëra Zotit. Le ta lëm Shpirtin Shenjtë të na mësoj të lutemi. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Eja Shpirt Shenjtë. Eja në dobësinë tonë. Eja në shpërqendrimet tona. Eja në lodhjen tonë. Eja në zemrat tona kur janë të zjarta, por eja dhe kur janë të ftohta. Kur harrojmë të lutemi, na kujto ti. Kur nuk kemi dëshirë të lutemi, zgjoje ti dëshirën tonë. Kur nuk dim çfarë të themi, lutu ti në ne. Kur mendja jonë shpërndahet, na kthe përsëri te Jezusi. Kur lodhemi dhe duam të dorëzohemi, na jep qëndrueshmëri. Kur kërkojmë vetëm dhuratat e hyjit, na mëso të kërkojmë dhuruesin. Kur duam që hyjit ta bëjë vullnetin ton, na jep përvujtërinë të themi me Jezusin, jo çka dua unë, por çka do ti. Shpirti Shenjtë, na e zbuloj Jezusin. Na mëso ta njohim, ta duam, ta dëgjojmë, ta ndjekim. Na mëso ta soditim, ta meditojmë në Ungjil, ta adhurojmë në Eukaristi, ta takojmë në sakramente, ta njohim në të varfrin, në të smurin, në të vetmuarin, në vllain dhe motrën që ka nevojë për ne. Dhe Shpirti Shenjtë, mos na lejo të lutemi dhe të mbetemi të njëjtë. Ndryshoje zemrën tonë. Aty ku ka krenari, jep përvujtëri. Aty ku ka urrejtje, jep falje. Aty ku ka frikë, jep besim. Aty ku ka mëkat, jep pendim. Aty ku ka plag, derdh balsamin e mëshirës sate. Aty ku ka ftohtësi, ndjeze përsëri zjarrin e dashurisë. Bëje zemrën tonë gjithnjë me të ngjashme me zemrën e Jezu Krishtit. Dhe kur nuk kemi më as fjalë për të lutur, na kujto premtimin e fjalës së hyjit, Shpirti Shenjtë i vjen në ndihmë dobësisë sonë. Prandaj sot nuk mbështetemi vetëm në forcën tonë, mbështetemi në ty. Ja Shpirti Shenjtë, na mëso të lutemi, na mëso të jetojmë, na mëso të duam dhe na shenjtro. Në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Me ju ishte do mështjefni, ju bekoft, ju rujt hyj gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Hartë dhe qëndroft për gjithmonë. Amen.